Ndodhemi këtu në qendrën e votimit në fshatin Korish të komunës së Prizrenit, më saktësisht në shkollën Dëshmorët e Kabashit, ku gjatë orës 15:30 është raportuar një sulm fizik mes dy personave, ku sipas zëdhënësit të policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, sulmi ka ndodhur mes dy personave vendas, të cilët është raportuar se janë komisioner, mirë po se rasti nuk ka të bëjë me procesin zgjedhor. Ndërsa ky rast është duke u trajtuar nga prokuroria themelore në Prizren. Në anën tjetër ne gjendemi këtu ku folëm edhe me drejtorin e kësaj shkolle apo menaxherin për ditën e sotme, Ilir Gjaferi, i cili na tha se komisioneri njëri nuk ka qenë komisioner, po sipas tij ka qenë vëzhgues i Partisë Demokratike të Kosovës, ndërsa pola tjetër sipas tij nuk ka qenë as vëzhgues as komisioner, po e ka përdorur një badge të zgjedhjeve që u mbajtën në muajin e kaluar. Sipas tij është nga Partia e Bashkimit Demokratik, e cila nuk garon në këtë balotazh. Mirë po, rasti vazhdon të trajtohet nga prokuroria, ne do të jëmbojmë në rrjedha se çka saktësisht ka ndodhur këtu në Korish, edhe pse, siç e thash edhe më herët, thuhet se rasti nuk ka të bëjë me procesin zgjedhor. Është e vërtetë se ka ndodhur një incident rreth orës 3:30, do të thotë parafrasisht në atë kohë, dhe ekipi policor veç pritte ta bënte ndrimin, se deri në atë moment ka qenë çdo gjë qetë, po ai ka ndodhur mes dy bashkëvendasve tanë, do të thotë cilët është konflikt, do të thotë për çështje personale në tyre, nuk ka të bëjë asgjë me zgjedhjet. Realisht njëri është i angazhuar pe subjektit, një subjekti do të thotë politik, i cili do të thotë faktikisht ka qenë cilësinë e vëzhguesit, ndërsa tjetri, sipas informatorëve që i kam, ai s'ka qenë i angazhuar fare. Po ka qenë në siguri ka ardhur të votojë dhe në anën tjetër din ka pak trupin kohët sillen këtu pari. Mundeni na sqaroni se policia ju ka referuar si komisioner, që janë dy komisioner? Realisht pa shkrimin e policisë si komisioner, po t'ju referu subjekteve politike edhe listave do të thotë atje, faktikisht do të thotë normal, ai është vetë një vëzhgues. Edhe informatën policia që e kanë plasuar si komisioner, atë është çështje e tyre, nuk e di. Ai është një vëzhgues do të thotë. Policia ka thënë që nuk ka lidhje me Jo, nuk ka të bëjë. Jo, problem pas. Në korridorin e shkollës. Në korridor të shkollës për çështje personale tyre, do të thotë në sistemin zgjedhor me çështje problemit të votimeve apo diçka për çështje vote, nuk ka të bëjë asgjë. Sipas informatave që kanë. Që mund të konfirmoj është fakti që prokuroria është njoftuar nga hetuesit policor që kemi të bëjmë me një rast të ndodhur në shkollën Dëshmorët e Kabashit në fshatin Korish të Prizrenit, ku ka pas fillimisht përplasje verbale mes dy vëzhguesve, kështu e kemi informatën zyrtare të dy partive të ndryshme, ku ajo që mund të konfirmoj është fakti që e gjithë kjo nuk ka të bëjë as me aspekt politik as partijak, por ka të bëjë me bisedë lirë që kanë pasur mes vete dy vëzhguesit gjatë kohës sa nuk ka pasur votues, dhe me qenë se nuk janë pajtuar mes vete pasi kanë dalë nga vendvotimi, në korridor atëherë ka filluar edhe një përplasje verbale dhe njëri prej tyre dyshohet që e ka sulmuar fizikisht personin tjetër, dhe me të marrë këto informata, hetuesit policor kanë vepruar me urgjencë. I kemi sjellur në stacion dhe për të dyshuarin tani më prokurori i departamentit përgjithshëm ka lëshuar vendim për ndalim 48 orësh për shkak veprës penale sulmi.